edhe njërë tjetër, pa modesti, ju kam nderuar. Kështu e përmbylli kryeministri Edi Rama videomesazhin e publikuar në rrjetet sociale mëngjesin e së njëjtës, ku ofroi edhe një përmbledhje të diskutimeve që mbajtin në samitin mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që u mbajt të mërkurën në Bruksel. Kam ripërsëritur tezën time se politikisht antarësimi ynë dhe i vendeve tjera të Ballkanit duhet përshpejtuar dhe i kam garantuar se ne do të vazhdojmë reformat modernizuese, do të vazhdojmë përpjekjet në luftën kundër atyre problemeve që këta kanë shumë dëshirë dhe zakon t'i përmbledhin tek lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Kryeministri deklaroi se Shqipëria është në kushtet më të mira që ka qenë ndonjëherë, teksa shtoi se u ka kërkuar udhëheqësve të BE-s që të mbajnë fjalën për negociatat. Ne fjalën tonë themi hapur drejt në sy, pa si kompleks, si të barabartë në të barabartësh, dhe kjo na e ka rritur edhe vlerën, do thosha, në këto tryeza. Kam theksuar se hapja e gjithë kapitujve është për ne inkurajim. Kam ripërsëritur domosdoshmërinë që Komisioni dhe Bashkimi Evropian të qëndrojë marrëveshjes për të mbyllur negociatat brenda 2027-s, se ju dini si janë këta. Ndonjëherë edhe i luajnë marrëveshjeve. Deklarata e kryeministrit u bë gjatë rrugës për në Hag, ku tha se po shkonte të takonte Hashim Thacin.